unë nuk e kisha kohën e mjaftueshme që t'i bëj konsultimet e brendshme për takimet e ardhshme. Padyshim që do të bëj ftesa për takime për kryetarët e partive opozitare, në mënyrë që të shohim se cilat janë rrugët, ashtu që të arrijm numrin prej së paku 80 deputetëve, po e ritheksoj, unë nuk besoj që është mirë të jemi veç se 80 apo 81, duhet të jemi rreth 85, 84 deri në 86, që të jemi të sigurt në mënyrë që ta zgjedhim presidentin aty, dhe për këtë do të bëj edhe ftesa e do të zhvillojmë edhe takime, por çfarë ofertash e kërkesash do të ketë në ato takime, duhet të presim që të ndodhin ato takime.